Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. I ftuari im për sot është një regjizor i cili ka ditur të gjejë çelësat e suksesit në çdo gjë që realizon. Së fundmi, ai ka bërë një film në të cilin ka bërë bashk 3 personazhe shumë të njohur: Olsi Bylyku, Nik Xhelilaj dhe Luana Vjollca. Bëhet fjalë për vazhdimin e projektit të tij të mëparshëm, Polic për kokë. Do të flasim sot për këtë sfidë kaq të bukur dhe për gjetjet e tij regjizoriale me Aldo Markun. Aldo, mirë se vjen në Living Day, shumë kënaqësi të të mirëpres. Mirë se ju gjetëm. Shumë urime. Faleminderit shumë. Dhe më trego me njëherë se si po e pret, si janë këto ditë. Përpara se filmi të jetë praktikisht në sytë të gjithëve. Po, nuk e di e dallohet në kamera, po mishi është bërë kokra. Dalim ta shoh? Na ndajnë edhe 48 orë. Por ato, të lutem. Po, kështu që me shumë emocione, gjithë ekipi ka punuar për këtë ditë, siç e themi ne, dhe mezi po presim ta ndajmë me gjithë shikuesit këtë projekt. Shumë i dashur për ne, natyrisht, me sfidat e veta. Po, mendojmë që kemi sjellë diçka akoma më ndryshe se projekti i parë kësaj herë. Çfarë të mësoi Polic për kokë që e përmirësove apo e mbajte njësoj apo e çove në tjetër nivel tek Polic për jetë? Po, domethënë gjithmonë kur bën një produkt të mirë, është shumë e vështirë që ta tejkalosh atë. Është sfidë e madhe. Po, kjo ishte një nga sfidat kësaj here, kështu që si në aspektin e castit, si në aspektin e realizimit. Tani, në aspektin e realizimit morëm masa tona, e bëm aksionin akoma më dinjitos, themi po, morëm një ekip nga Norvegjia, shumë të mirë, të cilët bëm koordinimet e arteve marciale, po themi edhe gjithë provat e nevojshme kështu ashtu. Nga ana tjetër të castit, thonim okej, tani do marrim cast, sepse unë kisha shkruar një skenar për një rol vajze, e cila do të ishte një femër fatale, tërheqëse, përgatitur fizikisht, sa flirtuese, aq e fortë për t'i rrahur këto, kështu ashtu dhe I gjithë drejtimi na çoi për tek Luana. Kishte kandidatura të tjera? Jo, nuk kishte, sepse ishin të gjithë komponentët që shumë rrallë i gjenë të gjitha këto tek një person i vetëm. Dhe ja propozuam rolin Luanës, se pëlqeu shumë. Filluam provat, prova intensive, prova fizike, prova me aktrimin, po themi me rolin për zbërthyer personazhin e gjitha këto. Dhe shkoj si shkoj, do ta shikojmë. Mezi po e presim që ta shohim, por le të japim një shije për publikun. Okej. Shef, nuk ishim ra dakord për këtë. Ne ishim vetëm këtë mision. Çfarë do ishin dotën Max atje? Max? Vasil? Dhe pas ka thirr ti? Jo. Kush ka thirr, Max? Merë me qina pas faqia, dhe të provon e dhimë. Se o gjinë, se jam këtu për të, ja. Ashtu, ha? Po ti e di që me këta mustaqet je fix si shofer furgoni? Gjinë dha, më nëshat e gojën ti, se do marrë dhe qumshin e ditë, do t'a fusni. Jo aty ku po menoj, jo aty! Aty. E gjetë me rëpë shpia. Që kemi qëna? U dhënu ti qika? Duket emocionuese kur e sheh kështu. Po, si rrallë herë doja që në trailer të mos tregoj shumë gjëra, sepse ka ca twiste, ka ca surpriza shumë të lezetshme që nuk dua t'i zbuloj në trailer, sepse do prishin atë impaktin e parë në film, kështu që... Megjithatë, teksa shoh trailerin, por edhe ato që janë pritshmëritë e mia dhe të publikut, duket e guximshme nga ana jote, se nuk paralëvrohet kjo gjeni shumë në Shqipëri. Pra, lëvrohet më tepër komedia, apo gjeni të tjera, pa aksioni më pak në Shqipëri. Është i vështirë shumë, nuk i ve faj askujt që nuk e, po themi, nuk e... Jo, nuk po merremi me të tjerët që nuk e konsiderojnë dhe nuk e zhvillojnë, po. Për ty që e ke zgjedhur, si gjeni? Është i vështirë. Jam rritur me ato filma, domethënë, jam rritur me Hollywoodin gjithkohës non-stop me filma, po themi që kanë një përmas të madhe, qoftë në realizim, qoftë në xhirim, edhe se filmi i parë që kam parë në kinema atë lloj magjie më ka sjellë ekrani i madh, edhe ekrani i madh meriton këtë lloj gjëje, sepse mendoj që sidomos sot ku kinemaja, pra teatri dhe kinemaja janë në krizë,
ne du t'i ofrojmë publikut filma që ta kena të vlerën në kinema, për ndryshe pse do të vi ta shikojnë kinema, ta shikojnë në shtëpi. Sepse ndahet një film kinematografik nga një film, po themi TV movie dhe cinema movie, apo theater movie. Dhe kjo ndarje po bëhet gjithmonë më e qartë, në fakt. Po, kështu që kinemaja don atë planin e madh, don atë emocionin, gjallërinë, skenën, diçka skena epike, skena masive. Për ndryshe po e mbajte vetëm plan kok, atëherë është bërë për televizion edhe se shkon e shikon kinema. Duhet jetë një film që kërkon një buxhet të caktuar. Po. Nga pak skena sa Çdo film kushton, është sharp. Patjetër, por nëse bëjmë krahasimin me atë filmin që më përshkruaj më përpara, ku janë pak aktorë dhe vetëm dialogjet. Kushton patjetër. Ndërsa nëse shikon këto skena, të cilat janë skena masive nga ana tjetër, skenat e aksionit kanë një kosto më të shtuar krahasuar me të gjitha. Po, domethënë ne kemi patur gjërimet e tjera. Në ky film kemi patur 500 figurantë për shembull. 500 figurantë. Po, që të krijohen këto skena masive. Nga ana tjetër është një film që lëviz non-stop, domethënë lëviz sepse është aksion, është detektivesk dhe nuk stacionohesh kollaj, domethënë është gjithkohës në lëvizje, gjë që është e kushtueshme edhe kjo, plus ekipi i arteve marciale, plus stërvitjet, çdo gjë është e kushtueshme, është me shumë modesti i tregon gjërat e tua. Dhe po thoje ekip i arteve marciale, do me thënë aty janë trajnuar, përgatitur aktorët, ndërkohë ka patur edhe aktorë të tjerë, ma shpjego pak. Po do me thënë për bërë, shikon, kam qenë, 17 vjeç kam qenë kampion taekwondoje. E kam një lloj shije caktuar për arte marciale gjëra të tilla, po kjo s'do thotë që unë mund të bëj koreografi filmi sepse është pak më specifike. Dhe në këtë rast morëm profesionistë fushës, të cilët erdhën nga Norvegjia dhe bëm provat, pikut e një muaj prova, me secilën skenë caktuar që personat do të luftonin. Dhe derisa ta sillnim të besueshëm mjaftueshëm për ne në radhë parë. Sepse nëse nuk e besojmë ne, nuk do e besoj publiku. Patjetër. Derisa e sollëm në nivelin e mjaftueshëm, po nga ana tjetër prapë është filmi që është i vështirë në përgjithësi, don kohë, don dalin të papritura, e xhiruam në nëntori këtë vit ishte tani shi, mas gjysore diell, pastaj shi, më mirë të ishte shi gjithkohës, edhe dinim që është shi dhe dëgjojmë shi, se është tmerr nga ana fotografisë. Shpëtim Baca e di shumë mirë këtë gjë, drejtori jon i fotografisë që është më i mirë në Shqipëri, i cili ka qenë torturë dhe për atë. Kështu që ka sfida non-stop, ke të bësh me humor e njerëzish, ke të bësh me gjithë si ekip. Po do t'i flasim pak edhe këto humoret e njerëzve, të atyre që janë përpara kamerës dhe të atyre që janë pas kamerës, po do të flasim pak më shumë për humorin e atyre që kanë qenë përpara kamerës, se kanë gjellur jo pak reagime prej këtij kombinimi, që është vërtet shumë i fortë. Është Olsi, është Luana, patjetër, dhe Nik Xhelilaj. Por nuk më ktheve përgjigje për buxhetin. Pra, përtej të gjitha këtyre të papriturave, që janë të pritshme. Nëse ma thua, po e dua. Po mbaj shënim. Po kështu që është me 3 shifra, është patjetër me 3 shifra. Se sa pastaj është, shiko, nuk kam qejf ta them fiks në kokë, domethënë këtë gjë e din më mirë edhe producenti jon. Le të themi rreth. Po rreth 300, kështu që rreth 300? 300.000 lekë. Dhe zërin më të madh në buxhet, mos e kanë aktorët? Zërin më të madh buxhet e ka i gjithë filmi. Nuk e ndan dot ashtu, nuk e ndan dot ashtu. Nuk e ndan dot ashtu. Jo. Po aktori më i paguar cili ishte? Më i paguari ka qenë një figurant tek Jore. Shiko, nëse se di, jo, ne kemi pas një ekip që në radhë parë këtë gjë e kam bërë për pasion. Nuk e kam bërë vetëm për të parë shifrat. Është bërë për pasion, është bërë për vlerën që mendojmë që do i shtojmë këtij zhanri që sot po ka tendenca për të transmetuar në kinema në Shqipëri. Pra, unë po punoj të zhanri aksion komedi dhe dua që këtë lloj zhanri ta bëj sa më dinjitoz. Dhe në moment që artista si Olsi, Niku dhe Luana në këtë rast, kur i propozohet një skenar që është vërtet tërheqës dhe garancinë e ka nga mbrapa që filmi do dali mirë, mendoj që gjithë ne nuk fillojmë edhe shikojmë vetëm çmimin ose
pagesën. Dakord, nuk po insistoj më shumë. Pasioni është i pari, sigurisht që ka edhe shifra. Që vjen e dyta, po ti nuk do të thuash. Po Luana si ishte si aktore? Si u përshtat në shoqërinë? Se Niko është profesionist, Orsi gjithashtu. Po, Luana e mori me shumë dëshirë. Është shumë punëtore, ka disiplinë punë të paparë, vërtet, domethënë, gjatë provave, ka qenë e para që vinte e fundi që ikte, gjatë xhirimeve pastaj me gjithë peripecitë, sepse domethënë kemi të bëjmë me Luanën e cila është shumë e zënë në bizneset e saj apo në projektet e tjera që ka dhe ju desh që të krijonte këtë hapësirën 2 mujorëshe, po themi, pra 1 muaj prova dhe 1 muaj film, për të dedikuar vetëm këtij projekti. Dhe nuk ishte kollaj as për atë që t'rregullonte agjendën drejt këtij projekti, edhe për ne që t'rregullonim gjithë agjendën sepse kishim dhe shumë aktorë tjerë, se këto janë vështirësitë që kemi ne. Po për të gjithë tyre domethënë mendoj që ja ka vlejt absolutisht. Domethënë ja ka vlejt personazhi Luna që ajo ka në film është dorëzuar te publiku siç duhet vinte, qoftë në aspekti fizik, qoftë në aspekti aktrimit. Ka një linjë romantike aty, nëse mund ta themi. Ua, të lutem. Ka një linjë romantike me personazhin e Maksit. Kemi të bëjmë me një femër fatale, e cila bëhet si moll sherri për 2 djemtë. Gjino i cili është pak më naivi, e beson flirtin e asaj edhe fillon ndërroni çik, ndërkohë që me Maksin duket si një linjë më me themele, një linjë romantike, po për më shumë do shikojmë filmin, se nuk mund të flas më shumë, domethënë. Patjetër, dhe këto janë gjëra që do të shihen, këto janë gjëra që do shihen nga publiku. Nëse ka episode të cilat episode të tilla ka pafund, po çfarë do zgjedhësh të tregosh ti? Episode që publiku nuk i sheh, por që do të jenë aty kujtime mes jush. Episode të papritura, të këndshme, të pakëndshme, sfida të superuara. Po them një episod për shembull. Ka një skenë që është edhe në trailer, cila personazhi i Lunës, domethënë Luana, mund ta themi kështu, po rref diçuna, dhe një person që e ka vënë poshtë dhe i gjuan me grusht, në dublin e parë i ka rënë me vërtet me grusht. Qa flet? Po kështu me gjithë fuqi. Dhe e kemi ngjuar nga 20 metra larg zhurmën e grushtit. Dhe jemi turr gjithë aty, më fal. Bam! Kështu që po personi në fjalë është kampion kickboxi dhe ishte kështu, vazhdojmë, më shkrejt okej, më gjui prapë se doli bukur. Ndërkohë Luana u trem edhe nuk e mbajtëm dot si dubël sepse ishte grusht, tat në kokë. Po nuk i kishit thënë që në film bëjmë sikur apo? Po ishte çështje koordinimit. Po mirë është dhe me thënë nuk ka ndonjë të nxirë apo jo? Djalin? Ja, është kampion kickboxi, nuk është fare. Për atë ai të don të ndjej adrenalinën. Po, edhe ishte fati ti. Mos e provoni në shtëpi. Asnjëherë nuk janë të sugjeruara për në shtëpi skena të tilla. Por ai mbase e kishte ndërruar një grusht kështu. Po, do t'ja çojmë atë dublën ta mbaj. Për kujtim, pastaj kishte dubla të tjera, por nuk u realizuan. Ka bërë dhe foto, kështu, të nxirë, ka bërë foto. Këte ka bërë Luana. Këte bërë Kasira. Ndërsa pjesa tjetër, pastaj sigurisht janë sfidat me cilat duhet të koordinohet gjithë ekipi, gjithë stafi. Është arti vështirë, këtë ka të keqë. Sa i bukur është aq i vështirë është, duhen shumë njerëz, duhet kohë për ta bërë, kohë për shkruar skenarin, kohë për bërë ekipin, kohë për gjithë lokacionet. Kushdo që merret me këtë fushë di shumë mirë, kështu që të mos zgjatem kohë. Kohë për të bërë gati filmi, post-production, dhe gjitha kjo është shkreta pastaj për 1-2 muaj, 3 muaj jetë. Kjo është. Po, ajo është koha që do të jetë përpara syve të publikut, sepse kryesisht kaq zgjat shfaqja në kinema në Shqipëri. Po, filmi natyrisht ngel gjithë jetën, po që si shfaqje, si pjesë fizike, domethënë ajo është. Nëse do të pyesja, çfarë do të veçoje nga bashkëpunimi me Nik Xhelilaj? Po me Nikun është hera 2 që punoj dhe ai e di shumë mirë, domethënë se është hera 2. Herën e parë kisha impaktin po themi se si të punosh me një aktor të një kalibri të tillë. Domethënë herën e parë kisha ato impakti. Kësa herë e dija tashmë çam pret. Dhe hera e parë ishte me një person i cili nuk lëte orë të ditës pa gërmuar mbi personazhin e tij, pa marrë në telefon ndark, ka menduar këtë, po sikur të ketë mustaqe, po sikur të ketë të gjën që është kërnac, jep lekët, po
po i tërheq në tjetër kohë, pra janë Do ta gjithë to pasuroj veshje. personazhin. Patjetër, dhe jam një person që i lejt të gjithëve lirinë për të krijuar, sepse mendoj që shumë mendje janë më mirë se një, nuk jam një regjisor që them jo kështu është dhe pikë, e konsideroj, nëse më rri, të puth në ballë, them super gjë dhe e mbaj. Kështu që Niku është super profesionist, domethënë. Çfarë i vendosi vetë personazhit Niku? Niku, pra ne kemi të bëjmë tani me një personazh i cili është veshur. Pikërisht, po. Më tregoje që herën e parë ishte vazhdimisht në kërkim të pasurimit me elemente. Mustaqet i vendosi vetë? Mustaqet. Gjeset e kërnacëris. Po. Pra që t'jep lekët, nuk t'i çon lekët. Fakti që sado që ka të aurën e herojt, po në të njëjtën kohë shtyn kolegun për t'i bërë këtë gjëra të rrezikshme. Pra ka një lloj paradoksi me veten, ka një lloj ironie të hollë që është ky figura macho po themi, po në të njëjtën kohë çon kolegun për të bërë gjëra të rrezikshme, domethënë ka këtë kështu si vizatim komik. Kështu që gjithë të gjëra krijon një personazh që ngel. Ndoshta është ndikuar pak nga kinematografia turke Niku? Për mustaqet. Tamam, gjithë kemi thonë, ke dalë si turk. Ashtu? Ke dalë si turk, po kjo ishte ideja, për ta çuar pak në groteske gjë. Sepse kishim bëshim me një film komik, edhe donim ta çonim edhe në groteske, domethënë se shumë gjëra janë deri diku të pabesueshme, domethënë në raportin me Olsin, domethënë kimia që ka me Olsin është tjetër nivel komplet, se po e shikoj aty, është tjetër nivel komplet, domethënë unë mendoj që Olsi për shembull Bylyku në këtë rast. Petku i Gjinos i rrin kështu tmerrsisht bukur, nuk do kishte person tjetër që do e bënte Gjinon aq bukur sa që bën ai. Sa herë e sheh përpara premierës filmin? Ti. Po është fatkeqësia e jona që nuk e shijojmë dot filmin, sepse e shohim. E shikon frame për frame, pra fragment për fragment. Dim përmendsh, nuk e shijon dot më atë impaktin e parë, sepse ti je në procesin e montazhit, je në procesin e muzikës, je në procesin e gjithë gjërave dhe kur shkon ta shikosh kinema, nuk për ty s'ka asnjë surprizë, ti je vetëm kështu si një psikolog për publikun për të parë si po ecën, si po reagon. Po filmi nuk ta jep më atë impaktin e parë, është fatkeqësia jona kjo. Është fatkeqësia jona. Por duhet jetë edhe një emocion dhe një kënaqësi e jashtëzakonshme kur ti e ke realizuar gjithçka edhe shikon që publiku reagon aty ku ti e prisje dhe siç e mendoje se do të ndodhte. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish dhe do të flasim në pjesën e dytë pak më tepër për ty edhe për familjen tënde, por do t'i rikthehemi edhe pak përmes disa pyetjeve të shpejta marrëdhënies me aktorët. Dakord? Pas pak.